Po mirë, kjo ora $5.000. Se tani shumë dhurata dalin në hoxh dhe këto po i lënë mendja ato çka kanë bë. Kjo ora $5.000, çfarë është kjo ora? Është kjo ora që e ke në dorë? Jo. Jo, Okej. jo, nuk është. Nuk është ora, po elhamdulillah tash secili e shpreh atë mirënjohjen dhe vlerësimin e tij, dhe se padyshim kjo nuk do të thotë se tash secili mund të dhuron ndoshta një sumë ose një vlerë të madhe shumë, dhe na si musliman padyshim se e pranojmë dhuratën nga çdo kush. Me Dhe patjetër. kjo është edhe sunneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai ka pranuar dhuratat, por nuk i ka pranuar sadakat, lëmoshat e dhuruara, por nëse i ka dhuruar dhuratë të madhe, diçka, sado që ka qenë suma e ka pranuar. Dhe na në këtë pikë e pranojmë, e pastaj se si veprojmë me dhuratën e dhuruar, ajo është mbrëmësia e çdo hoxhe, ose nuk u jam unë i vetmi, ndoshta që më është dhuruar për shembull një orë, po edhe ka pas dhe më herët u kam shërbyer te shumë vëllezër në Evropë, si në Zvicër, veçanërisht në Zvicër, vëllezër të cilët më kanë nderuar dhe më shumë dhurata, më shumë më të çmuara se sa ora. Tani ora erdhi nga ky grupacioni i përbashkët apo ishte nga një individ? Jo, ishte individ. Individ. Po individ, i cili nuk përmendet emri padyshim, Me patjetër do por ruajmë. dhe duke cekur dhe vlerësimin e vëllezërve të cilët ka patur dhe në Zvicër, njerëz të cilët me të vërtetë më kanë vlerësuar shumë. Për atë vlerësimi i çdo vllaut musliman është që ai e nderon një herë Islamin, të nderon veprën të cilën e bën, e kjo është një vlerësim i madh shumë, që mendoj që duhet nxitur te të gjithë njerëzit, përderisa ka një vlerësim, Allahu ta shton dhe pastaj dhe pasurinë të cilën ti e jep, nëse jep diçka për hir të Allahut, ke ajo në xhami, ke ajo në vlerësim të një hoxhës, të një imamit apo të një predikuesit, edhe nëse është edhe të një mësuesit, i cili i mëson fëmijët tonë, për shembull, dhe është në shërbimin e fëmijëve tonë, ke ai profesori, ke dikush i cili me të vërtet ka vlerë, po foli në shtresën e dijes, Allahu i ka ngritur njerëzit e dijes. Dhe ti ngritesh me njerëzit e dijes. Po i nderove, po i respektove, Allahu të ngrit dhe ty. Po nuk i respektove, ti e i humburi dhe nuk të njeh askush. Allahu në Kur'an e ka potencuar dhe ka thonë, Allahu i ngren ata të cilët kanë besu mas pari një shkallë më lartë, por ata të cilët kanë dije, Allahu i ngren shkallë shumë të larta. E tash kushdo i cili afrohet me to, Allahu ngren vlerën dhe ata atyre. Utsajkom sikur të fshati im, ato të cilët janë munduar, Allahu i ka ngritur simbas vlerës të cilët ato e kanë dhuruar nga bujaria dhe fisnikëria atyre, dhe çdo kush i cili është munduar sa më shumë që ka dhuruar vlerë dhe e ka arritur dhe shpërblimin, te Allahu dhe Allahu e ka ngritur. Se kjo padyshim.